Për orë të tëra me radhë, ekipet e zjarfikse së Vlorës në bashkëpunim me emergjenca civile, por edhe efektiv të policisë së Vlorës si dhe qytetarë, luftuan me flakët për vënien nën kontroll të tyre. Një zjarr i cili nisi pas ditën e së dielës në zonën e pyllit të Sodës, i cili sipas grupit hetimor mendohet se ka qenë i qëllimshëm, ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Siç duket edhe nga pamjet, vatra të caktuara zjarri vijon të jenë ende aktive, ndërkohë që një grup i efektive të policisë së Vlorës vijon të jenë ende në monitorim të situatës. Mendohet se zjarri ka nisur në brendësi të pyllit dhe më pas si pasojë e erës është përhapur duke djegur sipërfaqe të tëra me pisha. Pas disa orësh luftë me flakët, zjarri në pyllin e Sodës është vënë në kontroll, por pasojat janë të mëdha. Rreth 5 hektar sipërfaqe me pisha janë shkrumbuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonën pasi në disa pika ende ka vatra aktive dhe trungje që vazhdojnë të digjen nga brenda. Hetimet paraprake kanë ngritur dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, ndërsa grupi hetimor po punon për të identifikuar autorët dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje. Rreth 5 hektar pyll me pisha në zonën e pyllit të Sodës u dogjën nga zjarri që shpërtheu mesditën e së dielës dhe u vu nën kontroll vetëm në orët e vona të mbrëmjes pas një operacioni të gjatë dhe të vështirë. Në teren u angazhuan forcat zjarfikse të Vlorës, policia e shtetit, administrata e zonave të mbrojtura, emergjencat civile, si dhe 10 qytetarë të cilët ndihmuan në izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në pjesë të tjera të pyllit. Sipas të dhënave paraprake të grupit hetimor, dyshohet se zjarri është vendosur qëllimisht. Burime nga hetimi bëjnë me dije se flakët kanë nisur në brendësi të pyllit të Sodës, më pas të favorizuara nga era e fortë. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Për shkak të terrenit dhe temperaturave të larta, operacioni shuarjes së zgjati për disa orë. Ekipet punuan pa ndërprerje për të krijuar breza sigurie dhe për të izoluar vatrat më problematike, duke shmangur rrezikun që zjarri të përhapej drejt zonave të tjera. Edhe pse flakët janë neutralizuar, situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në disa pjesë të pyllit vijojnë të digjen trungje dhe rrënjë pemësh, duke krijuar vatra të vogla që mund të riaktivizohen nëse favorizohen nga era. Pamjet e filmuara në zonë tregojnë qartë dëmet e mëdha të shkaktuara nga zjarri. Sipërfaqe të tëra me pisha janë shkrumbuar, ndërsa tymi vijon të dal nga pemët e djegura. Forcat e angazhuara do të qëndrojnë në teren deri në shuarjen e plotë të çdo vatre, ndërsa hetimet për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit vazhdojnë.